por dhe dojnë të mbesin histori. Historia nuk është ajo që duhet të zgjedh problemet e tashmë dhe të ardhmes. Mendoj që leksion është historia. Po, unë jam profesor i historisë për këtë unë lema mu, se si e shpjegojmë historinë, por jo se interpreton dikush për qëllime politike. Por, po e themi prap, bashkimi i Vjosa Osmanit, dhe ardhja e saj në RDK ka qenë krejtësisht e natyrshme. Gjatë 5 viteve të saj në zyrën e presidentes ka njekur të njëjtat parime politike si doktor Rugova. Ky bashkim cilat kanë qenë parime politike që kanë njëjtë doktor Rugova. Një Kosovë fort brenda, një Kosovë në aleanca të fuqishme jashtë. Dhe çfarë solli për Kosovën kjo presidencë e Kosovës? Solli faktin që presidenti i shtetit më të fuqishëm të botës i tha presidentit Kosovës, kur keni problem më thirr mua. Dhe me kën kemi na problem. Përveç se me Serbinë me cilin kemi një 400 km kufi. Pra, për Kosovën, për një shtet i cili sapo i është nënshtruar një sulmi terrorist në Bajsk, të ketë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që thotë më thirr kur ka nevojë Kosova, kur ke probleme, është mendoj një arritur e jashtëzakonshme diplomatike. Jo të gjitha shtetet e botës e kanë pas një raport të tillë me presidentin e Amerikës. Kjo në ne. Prandaj është në interesin e Kosovës që të ketë aleancat fuqishme edhe në vitin vijim. Prandaj LDK-ja nuk ka hezituar që të ecë me këtë bashkim dhe ta kandidoj presidentin Osmani edhe për një mandat, sepse është interesi i Kosovës mbi të gjitha, që të kemi një presidencë e cila ruan aleancat. Nuk ka patriotizëm në izolim. 40 vjet Shqipëria e ka përjetuar izolimin si patriotizëm. Mas 40 vjetëve që shkojnë fare. Mas 40 vjetëve Shqipërinë sot kjo s'ka fare kuptimi. Sepse cila është hera e fundit kur zotri Kurti ka shkel në shtëpinë e bardhë. Në takime të rëndësishme. Cila është hera e fundit kur zotri Kurti ka qenë në takim me ministrat e jashtëm Bashkimit Evropian. Cila është hera e fundit kur Kosova ka pas një antarësim të rëndësishëm në Bashkimin